Pas publikimit të raportit vjetor të SPAK-ut për vitin 2025, ka reaguar sot drejtuesi i prokurorisë së posaçme Klodian Braho, i cili ka vlerësuar rezultatet e arritura në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në mesazhin e tij, Braho thekson se të dhënat e raportit tregojnë përparim në hetimin dhe ndjekjen penale të këtyre veprave, ndërsa vlerëson punën e prokurorëve të SPAK-ut dhe hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit. Ai shton se pavarësisht rezultateve, lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar mbetet një sfidë që kërkon përpjekje të vazhdueshme. Të dhënat e raportit të vitit 2025 tregojnë se SPAK ka shënuar progres në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe për këtë vlerësoi punën e prokurorëve të prokurorisë së posaçme dhe hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit. Megjithatë, këto janë sfida që kërkojnë përpjekje të vazhdueshme. Ne po punojmë intensivisht për hetimin dhe ndjekjen penale të gjithë atyre zyrtarëve që kanë abuzuar me detyrën. Një rol kryesor në arritjet e SPAK-ut ka luajtur edhe forcimi i bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar për hetimin e çdo personi që ka kryer vepër penale, duke treguar se askush nuk është mbi ligjin dhe se të gjithë janë të barabartë para tij, thuhet në mesazhin e Brahos. Në këtë të fundit theksohet se SPAK ka vijuar me vendosmëri hetimin e zyrtarëve të nivelit të lartë, duke regjistruar 6 procedime të reja dhe 16 persona në hetim. Nga 30 zyrtarë dhe ish zyrtarë të lartë në hetim, 18 persona janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim, ndërsa 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë. Viti 2025 pasqyron progresin e SPAK-ut në forcimin e një qasje të qëndrueshme dhe transparente në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, përmes rezultateve konkrete në hetime, sekuestrimin e pasurive me origjinë të paligjshme dhe zgjerimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, duke kontribuar në rritjen e besimit publikut dhe në forcimin e kapaciteteve institucionale.